Në fakt, Ledion Liço tha Kristi nuk e di se sa e ka vazhduar lënë e Bajames, unë do të them që Kristi e ka ruar fare nga që shef hyrjet e reja. Okej, tre hyrje shumë të bukura, hyrje të tjera, hyrje dinamike. Do të flas pak për Xhodin, hyrjen e fundit, një vajzë në fakt që na emocionoi të gjithëve, domethënë që natën e parë pam një anë të saj shumë të ndjerë, shumë pozitive, domethënë duket shumë njerëzore, por do ta shohim në ditët në vazhdim se si do të transmeton këtë energji te publiku. Nëse flasim për hyrjen më parë, domethënë Lorna, okej, një vajzë jo diçka wow, domethënë një figurë le të them e parë tek publiku dhe jo diçka interesante, mendoj që shumë e qetë, por do ta shohim në ditët në vazhdim, edhe pse kishte këtë fenomenin domethënë që të krijon një lidhje dashurie dhe nëse flasim për Malin, Mali një do të them një imitim, por nuk dua ta them kështu. E ka më shumë në fokus të tregoj trupin e tij, të tregoj pamjen e tij dhe nuk është se pash diçka tjetër te Mali. Domethënë Xhodi ishte protagonistja që tërhoqi vëmendjen e publikut edhe me historinë e ndjerë. Do të thënë loja nisi që sonte, unë kështu ta them, por ti komentojmë ditët vazhdim.